këtu pas meje ka qenë dhe tavolina ku Silvinho pak më parë deklaroi rëndësinë e kësaj ndeshje dhe natyrisht strategjinë e tij për të marrë 3 pikët në ditën e nesërme. Një ndeshje e cila do të zhvillohet në orën 20:45 minuta. Besoj që stafi, të gjithë lojtarët duken në një gjendje të mirë sepse vini nga fitoria me Serbinë, fitore historike e cila ndihmoi Shqipërinë që të jetë në këtë pozicion. Por natyrisht ndeshja është shumë e vështirë për nesër, sepse dhe kundërshtari, ashtu siç ishim dhe në konferencën për shtyp të kundërshtarëve, lojtari i fundit Morero që ka ndeshjen e fundit në karrierë ishte i përlotur, duke e qartë ishte ndeshja e fundit e tij me Andorrën dhe natyrisht tha që do të kërkoj të bëj më të mirën e mundshme. Njëjtën gjë bëri dhe trajneri kundërshtar, i cili i pyetur nga A2 CNN, tha që ne do bëjmë më të mirën, do bëjmë një gol më shumë se Shqipëria, natyrisht me doza humori, por sa do të jetë vërtet, duhet presim nesër në orën 20:45 për të parë nëse kuqezit tan do të na dhurojnë një tjetër fest, një tjetër mund të jetë edhe autogol, Altine, dhe kështu aty i del edhe parashikimi. Unë do doja të pyesja se si është edhe shpirti dhe ndjenja e të gjithë ekipit të futbollit të Shqipërisë, sigurisht ata vinë pas një fitore të madhe dhe besoj se janë goxha të karikuar, apo jo? Suela, natyrisht ekipi ynë kombëtar gjendet në një moment mirë, por nuk është puna e emocionit, është puna e përgjegjësisë. Kanë vajtur deri te burimi, tani duhet mbushin nga uji. Dhe natyrisht duhet ta realizojnë këtë punë të jashtëzakonshme që kanë bërë deri këtu. Kanë kaluar nëpërmjet monopatesh vështirësisht të jashtëzakonshme. Kujtojmë, ne ishim sërish A2 CNN pranë ekipit kombëtar në ndeshjen me Serbinë me transmetim maraton që atje. Jemi të këtu në Andorra, në një vend vogël, tjetër histori, shumë qetë, një vend alpin, ku njerëzit pak interes kanë për futbollin, por çdo ndeshje ka vlerën e 3 pikëve. Prandaj ne duhet të marrim 3 pikët nesër. Andorra ka treguar që është një ekip i fortë, ka një histori çuditshme sepse shumë lojtarë vinë nga kampionati spanjoll. Imagjinoni, vetëm është 200 kilometra larg Barcelonës, pikërisht Andorra, dhe ka një karakter të fortë si lojtar, mundojnë të japin më të mirën e mundshme. Dhe në ndeshjen e kaluar me Serbinë, bën mirë deri në një moment, rrezikuan skuadrën serbe. Urojmë që mos ta bëjnë këtë me Shqipërinë nesër. Natyrisht, përsa i përket formacionit A2 CNN, e pyeti Silvinjon se si nesër ne do të rreshtohemi në fushën e lojës, ai ndër tjera tha që pak a shumë ekipi do të jetë i njëjti si me Serbinë, por mbas edhe me ndonjë ndryshim sulm. Pra Xhimshiti Ajeti në mbrojtje, Hysaj, Mita në krahun e majt, Aslani, Sheu që janë gjithnjëherë mes fush, Qazim, Laçi, por do të shikojmë pastaj kush do të jetë Bajrami, Broja dhe natyrisht Manaj, i cili ishte edhe autori i golit historik në Serbi. Por nesër, duke u pyetur Silvinjo në konferencën për shtyp, nëse duke pasur një kundërshtar të një karakteri tjetër, ku ne na duhen pikët, duhet fusi lojtar të karakterit teknik në fushën e lojës, Silvinjo pak a shumë na bëri atë driblimin e tij të famshëm, duke na thënë duhet presim enigmën përsa i përket ditës së nesërme. Një ditë e cila do të jetë e vështirë për ekipin tonë, sepse kemi pasur dhe historiku, ne kemi barazuar me Andorrën. Nëse ne duhet shkojmë në fazën tjetër ku i kemi vënë objektiv e vetes, pra në play-offin e kampionatit botror, atëherë ne duhet fitojmë sepse edhe Serbia luan përballë Anglisë. Anglia nuk ka shumë pretendime, por skuadra jon duhet që të marrë 3 pikëshin dhe Anglia ta ndali Serbinë, sepse kemi dhe nga ndeshje në fund, e cila është Shqipëria luan me Anglinë ditën e diel në orën 18:00, ku A2 CNN pritet ketë një tjetër maraton lidhur me ekipin tonë kombëtar, por dhe Serbia luan me Letoninë. Duhet presim nesër për të parë se çfarë do të rezervoj fati këtu në Andorra. Duke parë edhe hapësirën e ngushtë mes ndeshjeve, unë po mendoja se formacionin kryesor atë më të rëndësishme, trajneri Silvinjo do ta ruaj për ditën e diel për Anglinë, apo nuk do të jetë ky plan, nuk ka për të funksionuar kështu? Suela, ndeshja më e rëndësishme e ekipit kombëtar është ndeshja e radhës. Ne duhet i marrim gjërat një nga një. Ndeshjet vlen 3 pikë të gjitha. Anglia ka emër të madh. Anglia është ekipi i cili shteti ku
është pikur futbollit, djepi futbollit botror. Natyrisht Premier Liga prodhon hyje të mëdhenj në gjithë planetin, është ajo që komercialisht është më e shitura në çdo cep të botës, por për ekipin kombëtar çdo ndeshje është e rëndësishme. 3 pikët e nesërme ne hedhim një hap të sigurt drejt play-offit. Natyrisht me një kombinacion të Anglisë në ndeshjen me Serbinë, nëse fiton, atëherë ne jemi në play-off. Pra, ne duhet i kushtojmë një rëndësi të jashtëzakonshme ndeshjes së nesërme. Për ne është një finale takimi i nesër. Natyrisht, pastaj dielën është një ndeshje prestigji, luajmë kundër hyjeve të futbollit. Trajneri Tuhel ka thënë në deklaratën për shtyp, tashmë edhe me Serbinë dhe me Shqipërinë, unë do të përdor dhe lojtarë të cilët kanë pasur më pak minuta në fushën e lojës dhe shpresojmë që Serbia të humbë në ndeshjen me Anglinë dhe ne ditën e diel të kemi një festë të madhe në Tiranë, festojmë të gjithë dhe ku do ketë më bukur, luajmë me Anglinë, të kualifikohemi në fazën deri në play-off të kampionatit botror dhe pastaj do të dimë ne se si të festojmë një sukses me gjithmonë madhështor. Duke sikur na i shkruajte fatin dhe na i shkruajte të ardhmen, të lumt goja, shpresojmë që kështu të ecë i gjithë skenari i kombëtares dhe me të vërtet ne të prekim ëndrrën e madhe të botrorit. Unë falenderoj për këtë lidhje, vetëm për momentin, pasi edhe ditën e nesërme do të kemi të tjera lidhje së bashku. Faleminderit. Absolutisht, faleminderit Suela dhe ju.